Mirë se vini në këtë episod të Business Plus, ku sot do të flasim për perlën e egër të Europës. Vjosa nuk është thjesht një lum, por është një histori e gjallë që rrjedh mes natyrës së paprekur dhe sfidave moderne. I ftuari i ditës së sotme është hidrobiologu Olsi Nika, drejtor ekzekutiv i Eco Albania. Faleminderit që pranovat ftesën. Faleminderit, kënaqësi. Ju keni qenë një nga zërat më aktiv në fakt sa i takon Vjosës, sa herë flitet për planet, domethënë qoftë për zhvillimin e saj, por qoftë edhe për ta mbrojtur. Sot, a mund të themi domethënë se çfarë përfaqëson Vjosa si lum, por edhe si park? Përpjekjet për të njohur më shumë Vjosën, më së pari dhe pastaj edhe për ta mbrojtur, ka nisur që herë, ka një histori që nis që para viteve 90. Dhe një nga promotorët apo edhe ideatorët e gjithë lëvizjes, sidomos asaj shkencore për Vjosën, ka qenë profesori Friedrich Schimmer, që vjen nga Universiteti i Vjenës, është profesor emeritus, pra është grada më e lartë në fakt në botën akademike, i cili ka pas vizituar Shqipërinë në fillim të viteve 80, por jo Vjosën. Pra ka qenë në pjesën e veriut, në pjesën e Shkodrës. Dhe gjatë një udhëtimi të tij për në Greqi tamam, ka ka qenë moti kthjellë dhe ka parë nga avioni dhe thanë, është mahnitur, pra çfarë është ky ekosistem lumor kaq i veçantë. Dhe ka dashur të vi prap në Shqipëri, por nuk janë përputhur, nuk ka gjetur po themi partnerin shqiptar për të punuar pastaj për mbrojtjen e lumit, dhe ka ardhur prap në fillimin e viteve 90, kur sistemi ishte ndryshuar dhe nuk ka mundur që të krijojë kontakte, partneritete, dhe pastaj mandej ka ardhur sërish në vitet 2000, por përsëri pa sukses, megjithëse ka vendosur kontaktet e para, dhe në vitin 2010 pastaj ka vendosur kontakte me 2 profesorë të Universitetit të Tiranës, por në atë kohë ishte edhe organizata që ai ishte president deri, pra River Watch, ishte themeluar dhe kishin një nxitje edhe më shumë pastaj për monitorimin edhe për mbrojtjen e lumenjve. River Watch është një organizatë me bazë në Vjenë, por që është e specializuar në mbrojtjen e lumenjve dhe vjen me një përvojë, me njerëzit që punojnë në të, vinë me një përvojë goxha të gjatë në mbrojtjen e lumenjve. Dhe kështu ka nisur edhe historia e Vjosës, pra katalizator kanë qenë të huajt, jo shqiptarët, duke përfshirë dhe unë, nuk është se për mua Vjosa përfaqësonte përpara se të filloja të merresha me të ndonjë lum të veçantë. Unë duke qenë edhe nga jugu me origjinë, veja vija shpesh gjatë kohës së studimeve të mia, dhe edhe për mua Vjosa ka qenë një lum i zakonshëm. Dhe pastaj fushata tamam për mbrojtjen e Vjosës ka nisur midis viteve 2011-2013 në një pjesë që ne quajmë fushata e heshtur, sepse përgjithsisht janë ndërmarrë një sër studimesh që lidhen me hidromorfologjinë e lumit, pra kur lumi rrjedh natyrshëm në shtratin e tij apo ka ndërhyrje të qëndësishme njerëzore. Dhe pastaj një sër studimesh të tjera që lidhen me vlerat e biodiversitetit, vlerat e ruajtjes së natyrës, dhe patjetër edhe me presionet. Dhe një nga studimet që ka vënë përballë, po themi, të bukurën dhe kërcënimin, pra gjithë vlerat e ruajtjes së natyrës dhe kërcënimet që vinin nga digat e hidrocentraleve, ka qenë pikërisht ky kleshi në fund të viteve 2013, do thosha. Dhe kështu pastaj ka qenë e qartë tabloja që rreth 80% e lumenjve në Shqipëri ishin në atë vit, në atë periudhë ende në gjendje natyrore, se pothuajse natyrore, ndërkohë që 100% e këtyre lumenjve kërcënoheshin nga ndërtimet e pa kontrolluara të hidrocentraleve. Një politikë që u bë gjërësisht sidomos në vitet 2007 edhe më tutje. Edhe më tej, edhe kjo ka një prapavi, nuk është se lindi nga hiçi, sepse duhet mendojmë gjithë lëvizjet demografike që erdhën me ndryshimin e sistemit, po edhe ndryshimet e cilësisë së jetesës, e standardit të jetesës, pra konsumi i energjisë u rrit dhe u përqendrua në disa zona ku nuk prodhohej energjia, siç është Tirana metropolet, përgjithësisht Tirana, Durrësi, Fieri, dhe ndërkohë që energjia jon prodhohet nga hidrocentralet e Kaskadës. Zhvillohet dhe konsumi normalisht rritet, kështu që nevoja është gjithmonë më e madhe. Sigurisht. Dhe pastaj gjithë ajo pjesa e blackoutit ne i mbajmë mend me gjeneratore, dhe gjithë kjo u gjet si zgjidhje e shkurtër që hajde të ndërtojmë më shumë hidrocentrale, pra të gjenerojmë më shumë energji, sepse do konsumojmë më shumë energji. Pa askush atëherë nuk u ulte të bënte një analizë. A na duhet që të prodhojmë më shumë energji, apo na duhet që të ekonomizojmë një herë këto burime që kemi? Dhe dyta, nëse ne edhe të rregullojmë humbjet në rrjedh që në Shqipëri në atëhershëm ishin 40% e ndoshta më shumë,
apo mos ndoshta na duhet që t'i alternojmë të dyja dhe pastaj nëse do duhet që të ndërtojmë, okay, ku do ta marrim këtë energji? A duhet që të turremi vetëm drejt hidroenergjisë apo mund të krijojmë një koncept më të balancuar? Gjë që edhe sot që flasim, 2-3 vitet e fundit ka filluar të prodhohet apo të shfaqet në buxhetin e prodhimit të energjisë edhe energjia diellore, se nuk ka qenë. Sepse nuk kemi pasur as kuadrin ligjor të përcaktuar për atë. Cilat janë në fakt vlerat unike ekologjike që përfaqëson Vjosa për që bën kaq të veçantë në Europë? Dhe që ta lidh me atë që po thosha, pra kur u hapën letrat, pra u bën studimet, atëherë u pa shumë e qartë që Vjosa jo vetëm që ishte një lum i jashtëzakonshëm nga pikpamja hidromorfologjike në rajon këtu në Shqipëri, pra në Shqipërinë e Jugut, po ishte absolutisht një nga më të veçantët edhe më gjerë në Ballkan edhe më gjerë në Evropë. Pra praktikisht përfaqësonte nga pikpamja hidromorfologjike dhe më vonë nga studimet treguan edhe ekologjike dhe edhe për sa i përket ruajtjes së natyrës, që ishte një sistem lumor i gjallë, i jashtëzakonshëm, që mund të konsiderojë pastaj i fundit si i tillë në gjithë kontinentin evropian. Që do të thotë ishte një lum që rrithej natyrshëm nga burimi në grykderdhje dhe po ashtu edhe degët kryesore të tij janë gjithashtu të pacënuara. Çfarë krijon një mozaik të jashtëzakonshëm habitatesh, që patjetër pastaj do të duhet që të ishte reflektuar kjo edhe në vlerat e tjera të biodiversitetit, në shumëllojshmërinë e specieve etj. Gjë që u provua në vitet më vonë që po ishte me të vërtetë kështu, sepse sot shkenca thotë që ka regjistruar 1800 lloje në pellgun e Vjosës, dhe thonë që kjo është vetëm maja e icebergut, nga të cilat 45 lloje u regjistruan për herë të parë për Shqipërinë, pra nuk njihen në listën e Shqipërisë, dhe 4 prej të cilave janë llojet e reja për shkencën, që deri më sot nuk janë zbuluar në asnjë vend tjetër të botës. Pra kjo bën edhe me fjalë tjera aq më shumë të jashtëzakonshëm, por vlera kryesore e Vjosës është pikërisht se rrjedh e lirë. Nëse pastaj do të gjykosh edhe çfarë vlera të tjera përfaqëson dhe që ka që bart, lugina e Vjosës si e tërë, pra jo vetëm lumi, patjetër që i shtohen gjithë këto vlerat e trashëgimisë arkeologjike, historike, kulturore, të traditës, potenciali që ka për këto sportet ujore, që është patjetër një potencial jashtëzakonshëm nëse do shfrytëzohej. Pra janë disa sajte arkeologjike për gjatë lumit Byli, si Apolonia, që janë aty, Amantia, se për ne Vjosë është edhe lumi i Vlorës, është edhe lumi i Bënçës dhe lumi i Drinës, pra është një sistem lumor, është Gjirokastra, sajt UNESCO, e shumë të tjera që edhe pak janë zbuluar, si rënojat e Dorëzit, që janë ende, apo të Kalivaçit, që janë ende pa u marrë seriozisht arkeologjia me këtë gjë. Pavarësisht se është një park që ne normalisht supozohet që i nënshtrohet një mbrojtjeje, lumi, por edhe parku në përgjithësi kanë presione të jashtme për të cilat ju keni bërë edhe një studim. Aktiviteti ekonomik për tyre gjallërohet, është aktiv pra, dhe normalisht ushtron edhe presion përmbi parkun dhe lumin. Cilat janë këto aktivitete ekonomike që e kërcënojnë, le të themi në thonjza, lumin dhe parkun? Po në fakt mendoj që edhe aktiviteti i njeriut, pra plastika, apo kush e aprish shqetësimin Vjosës? Ka disa, domethënë ne jemi marrë për gjatë dekadës së shkuar më së shumti me frenimin e kësaj marrëzisë së hidrocentraleve, sepse nga pikpamja e dëmit që sjell ndërtimi i hidrocentraleve është praktikisht i pakthyeshëm. Pra nëse do të vendosej një digë në lumin e Vjosës, do të mirte fund në mënyrë përfundimtare edhe gjithë vlerat ekologjike që lumi ka, por edhe vizioni për të patur një park kështu siç është sot. Pra vendosja një digë e vriste në një farë mënyrë. Në fund nuk do ishte edhe shumë fizibël me sa që janë studimet. Ajo pastaj është një çështje tjetër dhe ishte një argument plus në të gjithë që favorizoi gjithë. Por edhe problematika të tjera të cilat ne i kemi hartëzuar më së fundmi kanë qenë aty edhe më përpara. Dhe janë disa, ne kemi publikuar rreth 2-3 muaj më parë një raport që bën fjalë pikërisht me hartëzimin e këtyre aktiviteteve që zhvillohen në hapërsi të parku, disa edhe brenda në park, dhe që patjetër shtrin një ndikim negativ në vlerat e ruajtjes së natyrës së parkut. Çfarë sektorësh përfshin? Dhe janë, mund t'i kategorizoja në 5, po them kategori kryesore. E para është padyshim industria nxjerrëse përpunuese, që është e pranishme në zonë, sidomos në segmentin e mesëm të lumit të Vjosës, flas këtu për minerat e bitumit, minerat tjera që janë qoftë edhe në zonën e sipërme që kanë ngel nga minerat e shkuara, por edhe nafta.
është gjithashtu një sektor që është i pranishëm, jo direkt në lumë, por mbetjet për fat keq derdhen në lumë. Dhe gjithë këto janë vendosur në një hartë që ne kemi publikuar. Dhe janë me sasira, me mënyrë ekspozimi, me kohë shtrirje se sa kohë janë ekspozuar etj. Pra, fjala vjen për naftën, ne kemi evidenca që të paktën në 6-7 vitet e fundit ka qenë një aktivitet permanent që nafta bruto apo mbetjet e naftës bruto derdheshin në zonën e karbonarës në Vjos. E dyta është marrja e inerteve, është një aktivitet që për fat keq vazhdon, diku me justifikime, diku në mënyrë totalisht ilegale, por që vazhdon. Justifikimet janë të tipit që kompanitë që kanë marrë pjesë në ndërtimin e rrugës kanë zgjatur kontratat për rehabilitimin e rasteve kur rruga dëmtohet e marrin inertet nga lumi, sepse shfrytëzon një hapësirë vogël ligjore që marrja e inerteve mund të bëhet me një vendim të veçantë për vepra që kanë qëllim përmirësimin e situatës së përgjithshme, si është rasti i rrugëve. Dhe vazhdon, por ne kemi evidenca që të paktën 17 pika janë aktive, vazhdojnë të marrin inerte nga lumi. Dhe e treta që është gjithashtu shumë e rëndësishme është marrja e ujit. Sot asnjë institucion nuk mund të thotë se sa ujë merret, devijohet nga shtrati natyror i Vjosës për qëllime nga më të ndryshme. Përfshirë këtu ujësjellsat, kompanitë që bëjnë imbotilimin e ujit, patjetër bujësia që është një nga presuesit të mëdhenj, dhe nuk ka një vlerë, por nëse ne flasim për një lumë, dy janë elementet kryesor që definojnë një lumë. Uji dhe sedimentet. Pra uji dhe zhavoret. Të dyja janë të prekshme. Nëse të dyja janë të kërcënuar dhe çfarë mbetet për një lumë aq më tepër, pastaj për një lumë që është park kombëtar. E katërta është presioni që vjen nga keq menaxhimi, mos menaxhimi, po doni i mbetjeve të ngurta urbane, pra gjithë kjo plastika që ne shohim në përlumej, nuk është vetëm neglizhencë, unë mendoj që është çështje shumë më komplekse se sa kaq, që lidhet që me reformën territoriale administrative, pra që ju është varur, po themi këmbora në një farë mënyre bashkive, të cilat edhe nuk e kanë fuqinë për t'i menaxhuar ashtu siç duhet sipas standardeve. Dhe sajohen. Mbetjet dhe pastaj krijojnë gjëra të tilla të sajuara që në fund të ditës përfundojnë në lumë në një mënyrë apo në një tjetër. Ngjashëm me mbetjet e ngurta urbane janë edhe mbetjet inerte që vijnë nga ndërtimi, por edhe mbetjet e lëngta apo ato që ne quajmë rëndom ujërat e zeza, por që janë ujërat e patrajtuara. Që përfundojnë sërish. Dhe e fundit e pesta është turizmi, i cili nuk shfaqet si një presion aktual i madh për momentin, por që potencialisht mund të përbëjë një presion të jashtëzakonshëm, po të mos vendoset që tani në konturet e rregullave që përcakton ligji dhe plani menaxhimit. Turizmi është patjetër një mënyrë e cila duhet të shfrytëzojë potencialin që Vjosa ka, dhe ne e thamë që në fillim, por duhet të kemi rregulla, sepse duhet gjetur ajo balanca. Është shumë delikat turizmi. Turizmi është, unë e them shpesh, turizmi është si puna e zjarrit, që të ndihmon që mund të gatuar supën në shtëpi, por mund t'i vësh dhe flakën në shtëpi. Prandaj që do shumë kujdes në pjesën se si menaxhohet. Pra këto janë pesta, këto janë 5 kategori, por jo se janë 5 pika, nga në një distancë nga 0 deri në 2 kilometra vijë ajrore me kufinë e parkut, pra nga ato që janë brenda në park, deri në 2 kilometër distancë ne kemi evidentuar rreth 200 nga këto presion. Atëherë, meqense po flisnim për turizmin edhe për mënyrën si mund të menaxhohet një park kaq unik, pa u kthyer në një muze ku s'mund të prekësh asgjë, po ndërkohë ta shfrytëzosh ose ta zhvillosh duke e ruajtur atë magjinë të natyrshme që ofron ai. Pra ku është ajo pika e artë që ju mendoni që mund të... Shiko, unë kam qenë pjesë e grupit punës kur është hartuar plani menaxhimit të Vjosës, dhe plani menaxhimit të Vjosës ka brenda kapituj të pikërisht për shkak të fizionomisë së këtij parku, ka brenda kapituj, dhe një nga kapitujt është si do zhvillohet turizmi. Mjafton t'i referohesh atij, sepse ka modele që vijnë nga vende të ngjashme me ne, nga vende të afërta me ne, por edhe nga filozofi të ndryshme të cilat mund të replikojnë lehtësisht në Shqipëri. Për shembull, sepse këtu keq kuptohet pjesa e si ta shfrytëzosh për turizëm. Përgjithsisht, dhe unë e shoh që për fat keq është një fenomen më shumë shqiptar ky, që e shoh edhe në vende të tjera ku ka shqiptar, këtu rrothull, që parku kombëtar ne duam që ta ndërtojmë atë shtëpinë brenda parkut. Për shembull, mundësisht aty në lumë,
të vendosim sa këmbar po që të jemi aty në lumë, e kupton? Jo, nuk është kjo. Nëse vemi në të njëjtën zonë, pra po flasim po për të njëjtën lugin, për Vjosën, po në anën greke janë zhvilluar me sepse ka të bëjë gjithë modeli filozofisë së zhvillimit urban, planifikimit urban, por edhe gjithë arkitekturës dhe çfarë është bërë, janë krijuar projekte të tilla që kanë incentivuar turizmin, por janë restauruar gjithë shtëpitë e fshatrave përreth. Okej. Dhe turistët vinë, e shfrytëzojnë ditën në park, pra vjen, vizitojnë, bëjnë hiking, bëjnë rafting, bëjnë gjitha këto aktivitetet që Vjosa t'i ofron me shumicë, por në darkë nuk vjen të jetojnë në një hotel që është brenda në park. Por tërhiqen dhe vjen po në fshat. Dhe kjo incentivon edhe ta që kanë ato guest house-et, restorante, tavernat e tjerë e tjerë. Dhe ajo zona në pjesën e Zagorisë, flas greke, ka 10 fishin e turistëve, ndërkohë që ka vetëm 15% të hapësirës që ka Vjosa jonë. Ajo vetëm kaq mund ta kuptoni që ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe patjetër që është çështje planifikimi. A kemi rrezik që t'i kthejmë në fakt brigjet e saj në resorte siç na ka kapur mania, ndoshta edhe me Bregdetin e Jugut, domethënë, po ndoshta edhe me Vjosën. Dhe si mund ta rregullojmë këto me ligje apo me rregullore, sepse në fakt ne her pas here miratohen rregullore dhe ligje, por që në fakt janë duket sikur shkojnë përtej mbrojtjes, më shumë shkojnë për mbrojtje interesash të tjera, pra për të nxitur më shumë ndërtimin sesa për ta mbrojtur Vjosën nga ndërtimi, ose zonat e mbrojtura në tërësi. Kjo është absolutisht e vërtet, por edhe ligjet, edhe aksionet rregullatore, por edhe gjithë politikat që përfshihen këtu, nuk mund të dalin nga deviza kryesore dhe nga vizioni qeverisës. Dhe për fat keq, vizioni qeverisës i tanishmi, pra i kësaj qeverie, ka qenë që t'i zhvillojë zonat e mbrojtura. Nuk është ky. Në asnjë vend botës nuk ndodh kjo. Patjetër që i shfrytëzojnë, por nuk është gabim t'i zhvillosh, por duhet të gjesh mënyrën. Jo t'i zhvillojnë, sepse jo zonat e mbrojtura, hapësirat përreth zonave të mbrojtura është tjetër gjë, po jo zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura shpallen me një qëllim të vetëm, të ruajnë natyrën dhe biodiversitetin, dhe kështu siç, domethënë duke u ruajtur edhe mund t'i shërbejnë hapësirave të tjera që janë përreth. Pra komuniteteve kryesisht. Komuniteteve, por edhe biznesit, patjetër edhe biznesit mund t'i shërbejnë. Por pa u prekur ato, sepse nëse ti i prek pastaj ke marrë fund. Humbet vlera e. Dhe aq e vërtetë është kjo, sa ne kemi qenë dëshmitar dhe kundërshtar, oponent të shumë proceseve që kanë ndodhur këtu, që me rishikimin e zonave të mbrojtura deri tek ligji, se ju përmendet a mund të ketë një ligj. Për fat të keq, dhe ai ligj që ishte është ndryshuar dhe është vënë në funksion të kundërt të mbrojtjes. Sepse në ligj thuhet specifikisht, pa bërë asnjë dallim a është park kombëtar apo ndonjë kategori tjetër e zonave të mbrojtura, që mund të zhvillohen projekte të turizmit të ekselencës. Po, duke vendosur aty që infrastruktura mbështetëse e tyre, jo, po nuk ka çfarë të vendosësh më. Sepse një turizëm ekselence, nëse ti do bësh një hotel me 5 yje me shumë dhoma, do duhet të ketë edhe shërbime të tjera shtesë, po. Do duhet të ketë energjinë, do duhet të ketë ujin e pishëm, largimin e ujrave, aksesin e rrugës. Dhe po qëse është një hajde, po qëse janë 20-30 kërkesa dhe ti do i miratosh 20-30-a, tërë ti e ke disintegruar ekologjikisht zonën e mbrojtur. Dhe për fat të keq, Vjosa nuk është as pak imune ndaj kësaj, por aq që do ta vuaj më shumë dhe që ka filluar ta vuaj është pjesa e deltës së lumit të Vjosës, e cila, pra e Grykderdhjes, siç janë dhe gjitha lagunat tona bregdetare, janë në presion të vazhdueshëm të zhvillimit të turizmit për fat të keq, dhe nga ana tjetër edhe dy herë më keq është sepse këto zona në fakt bartin rreth 80% të biodiversitetit që ne kemi. Disa edhe bllokohen duke nuk ka kujdes, do duke u bllokuar nuk ka oksigjen. Pse shpallet një zonë e mbrojtur. E para sepse duhet të ketë vlera të ruajtjes së natyrës, e dyta duhet të mbrohet. Sepse nëse ti shpall një zonë të mbrojtur në një maj 2500 metra për shembull aty në mal, edhe po se shpalla ajo e mbrojtur është. Nuk është se mund të shkojë aktivitet, po. Edhe po se shpallë, edhe po se menaxhove, ajo aty prapë ashtu do vazhdoj. Maksimumi për hiking do shfrytëzohet. Ndërsa këtu është pikërisht këtu është thembërza e akilit, pra janë zonat më diverse dhe zonat më në kërcënim. Dhe Vjosa nuk është as pak imune, siç e thash, dhe patjetër edhe të gjitha zonat e tjera në Bregdet. Për shkak të devizës politike. Nga ajo që ju keni parë, sa të përfshirë janë në fakt komunitetet lokale, të cilët janë direkt të lidhur me këtë pasuri pra që ndodhet afër tyre, në vendimarrje apo dhe si mund të përfitojnë këto komunitete lokale nga të mirat që sjell një pasuri siç është parku apo lumi i Vjosës.
Komunitetet lokale në një farë mënyre dhe për të qenë realist këtu, patjetër që ka zona të caktuara me specifika të caktuara që e kanë edhe atë krenarin, siç është edhe Vjosa, deri diku e kanë atë krenarin që ne jemi nga Vjosa edhe e mbrojnë me atë fanatizmin, apo edhe zona të tjera që mburen me specie emblematike, siç është rasti Parkut Shebenikut, pra që krenohen me rëqebullin, bjeshkët gjithashtu që ka me pyjet që kanë patur, sepse një pjesë e tyre është dëmtuar, por përgjithsisht banorët i shikojnë zonat e mbrojtura si hapësirë nga ku gjenerohen burimet me të cilat ata kanë mbështetur jetesën tradicionalisht. Edhe ky konflikti i famshëm dhe i madh dhe që vazhdon për fat keq i ndërtimit të hidrocentraleve në vetvete përbën apo në thelb përbën një konflikt mes dy përdoruesve të ndryshëm të ujit. Pra hidrocentrale dhe përdoruesit tradicional. E këtu shteti është ai që duhet i gjejë këto balanca, për hir të vërtetës nuk i ka gjetur kurrë, sepse vendimarrjet janë bërë këtu në Tiranë dhe i ka lënë në një konflikt shpesh edhe fizik. Ne jemi dëshmitar. Dhe e thënë në këtë mënyrë, banorët kanë atë perceptimin e zonave të mbrojtura si hapësirë ku gjenerohen burimet me të cilat ata e mbështesin dhe e kanë mbështetur jetesën, qofshin burimet primare, siç thash uji, druri, por edhe ato sekondare që u jep pylli me faunën, me kërpudhat, me çdo lloj burimi tjetër. Dhe në këtë formë shkatërrimi i këtyre burimeve, duke prishur ekuilibrat ekologjik që mund të vijnë nga një zhvillues i jashtëm, i vendos në një farë konfrontimi edhe vetë ata. Por nga ana tjetër ne jemi dëshmitar të një shpobullimi ekstrem të hapësirave ku janë zonat e mbrojtura, sidomos ato që janë në pjesën kontinentale, pra në pjesën malore të territorit. Dhe kjo nga njëra anë e lejon natyrën që të rivendosë ekuilibrat, por nga ana tjetër e le edhe në larg vëmendjes apo larg këtij konfrontimi që unë përmenda dhe zhvilluesi që vjen përgjithsisht nga Tirana apo nga qytetet, e gjen atë terrenin e hapur. Nga ajo që u shihni në terren pra në Vjos, cili është ai turisti që i shkon më shumë sot aktualisht Vjosës? Ai që shkon e bën një selfie apo ai që merr thesin edhe mbet sa mbeti aty rrotull, domethënë, sepse kështu mbetjet janë kthyer në një problem shumë të madh, domethënë, kudo nëpër pika turistike. Shiko, Vjosa ka vend për të dy, ka vend edhe për një dy të tjerë, edhe ata që mund vënë edhe për turizmin e traditës, të kulturës. Por kjo e mbetjeve ne mundohemi që të bëjmë gjithmonë ndërgjegjësim, aksione, pastrimi, por nuk zgjidhet kështu. Pra, problematika e mbetjeve kërkon me të vërtet një adresim serioz se si duhet të menaxhohen mbetjet. Pra të ngrihet një sistem zinxhir menaxhimi, sepse edhe nëse e pastrojmë po të vesh në po të njëjtin vend, disa kohë më pas, flas disa kohë pa mbushur viti, është e njëjta dhe në mos më keq. Megjithatë ndërgjegjësimi gjithmonë vlen dhe ne këtë punë e bëjmë vazhdimisht në organizatën ku punoj, sidomos me nxënësit e shkollave fillore. Por patjetër edhe kënaqësia që ju thatë e selfit është ka shumë pika të veçanta të pasurisë, të trashëgimisë së peizazhit që Vjosa ofron, që nga pjesa e sipërme, po edhe ajo e mesme që ne e marrim që mos se çfarë është kjo një zallishte, por në fakt është ajo që i mungon sot gjithë lumenjve të Evropës, që janë shndruar në kanale betoni prej vitesh e vitesh, dhe një i ri evropian nëse vjen në Vjosë nuk e kupton çfarë është kjo. Në fakt të gjitha janë shumë të mira për Vjosën. Është mësuar që lum është ai kanali prej betoni. Në fakt lum është lumi i Vjosës dhe deri tek Grykderdhja në Adriatik, që është absolutisht një nga më të veçantat në gjithë pellgun e Mesdheut, thënë kjo në bazë të studimeve të bëra, pra është në mos më e veçanta. Dhe patjetër u thash që ka shumë për të bërë në Vjosë një turist, qofshin nga sportet lumore, por sidomos nga pjesa e luginës. Nëse Vjosa do ishte një person, çfarë karakteri do kishte? Të paktën ju e njihni shumë mirë si lum, domethënë. Do ishte rebele, do ishte lozonjare, do ishte e qetë, si është si lum. Kjo është ajo që i karakterizon lumenjtë e gjallë. Pra, është një rrugëtim, nuk është kompleks, nuk është një karakter i standardizuar. Sepse nga burimi, madje unë shpeshherë bisedoj me kolegët e mi në Greqi, dhe ata nuk arrin ta besojnë që është një njëjti lum. Sepse aty është një praj vogël, siç janë edhe foshnjët, të vegjël që fillojnë ecin këmbadoras, diku pasaj rrokullisen, rriten merr atë të vrullin e rinis në pjesën e sipër me bipërmet, dhe aty bëhet edhe raftingu më shumë, sepse ka më shumë
shkumëzime, dallgëzime, kanjone që bashkohen, dhe pastaj hapet, është pjesa e maturimit, në pjesën e tepelenës e më poshtë, dhe pastaj rrjedh aq qetë sa ndonjëherë vjen dhe deti në lumë, në pjesën e deltës. Dhe këtë gjë mund ta shohësh vetëm në një lumë të gjallë. Pra një filozof grek, Herakliti, thoshte që asnjë njeri nuk mund të shkojë në të njëjtin lumë dy herë, sepse ose ai nuk do të jetë i njëjti njeri, ose nuk do të jetë i njëjti lumë. Sepse është lumi i gjallë dhe dinamik i pandikuar nga digat, ta jep këtë mundësi, sepse pikërisht është ajo që ne themi që është një lumë që rrjedh natyrshëm dhe është një lumë i egër, pavarësisht konotacionit që merr fjala i egër në shqip, në termat teknik anglez, pra wilderness është me të vërtetë ajo pjesë të cilës ne i themi natyrë, dhe vjosa këtë e ka. Si e imagjinoni në fakt ju vjosën pas 10 vitesh? A do vazhdoj të jetë, ju mendoni që e njëjta perl me rrjedhje të lirë, apo një influencer, domethënë turizmi? Shko, këtë pyetje unë e kam marrë edhe para 10 vitesh, dhe për fat të keq ne na dashur plot 10 vjet, ose ndoshta edhe një çik më shumë, që të bindim vendimarrësit që e kishin gabim në rrugën drejt hidrocentraleve. Mund të na kishte marrë shumë më pak kohë dhe do na kishte lënë më shumë energji për të marrë me menaxhimin efektiv. Por nga gjithë presionet që unë listova, dhe jemi 2 vjet e gjysmë pas shpalljes së parkut, praktikisht në teren pak gjë ose asgjë ka ndryshuar. Dhe nuk mund t'ja vësh këtë etalonin e kohës. Pa i mend ka qenë një histori që vjen po nga lugina e Vjosës, pas një parti politike që donte të vinte në pushtet në kohë fushate, doli aty dhe tha që do hymë në Bashkimin Evropian, flasim para viteve 2000. Do hymë në Bashkimin Evropian, do hymë me një herë sa të formojmë në qeverinë e sa të fitojmë zgjedhjet ande e këtej. Dhe po të njëjtët njerëz vajtën pastaj për të bërë takime në fshatra, dhe donin të shkonin në një fshat të Gjirokastrës. Dhe i ndalon, ndaluan aty se donin të dinin të hyrja ku është dhe sa mbante. E që një bari aty, dhe i thoshin o Xhaxha, na thuaj sa mban për në X fshat, se s'dua t'i përmend fshatrat. Xhaxhai nuk përgjigjej. I la dhe nuk përgjigjej. Pastaj tha një tjetër, hajde të ikim se ky Xhaxhai nuk dëgjoka. Dhe kur u nisën bën ja 50 apo 100 metra, i fshkëlleu Xhaxhai. Ta doni një 2 orë gjysmë, i tha. I tha, po ti atje na kishe, pse s'na e the, po ta shiva pas çapin. Se si do bëhet pas 10 vjetësh, do duket nga ritmi dhe nga vullneti i vendimarrësve, sidomos i menaxherëve të parkut, por edhe i gjithë ne si shoqëri, sepse menaxhimi i Vjosës është shumë sfidues, duket nga vullneti dhe nga puna që do bëjmë të gjithë bashkë se si mund të ecet. Po vizioni është i qartë. Pra Vjosa duhet të jetë një park kombëtar me një menaxhim efektiv në terren, dhe vizioni i madh është që të jetë një park kombëtar ndërkufitar, dhe ne po punojmë edhe me palën greke për këtë. Pra që të jetë si një tërë, të jetë si. Dhe patjetër pastaj që kjo është një model krejt i ri i ruajtjes së natyrës, dhe do jetë parku i parë kombëtar ndërkufitar i një lumi të egër në të gjithë kontinentin evropian. Dhe ndoshta edhe globalisht. Mund të falenderoj shumë për gjithçka që ndave me ne sot, dhe të uroj shumë suksese në gjithë angazhimet e tua. Faleminderit, kënaqësi. Bashkë do të shihemi në episodin tjetër.